blogu si koncept është një ditar, por nuk është një ditar se ai që mbaje poshtë krevatit, se ai që mbaje me drynë, por është një ditar i cili që kur ti fillon të shkruash e di që do të lexohet nga të tjerët. Është një ditar online që ta mban ai ty kohën kur ke postuar gjendjen tënde shpirtërore, kur i kthesh, pastaj i kontrollon. Thuja pas kam fut kot, thu një herë? E thua, kur kthesh të ta mban ai shënimin. Se do ndalemi aty se. Megjithatë, në ndryshim nga editari që mbanim kur ishim fëmijë, është ti që kur ulesh për të shkruar, e di shumë mirë që po shkruan për ca sy të tjerë që ta lexojnë. Nuk janë vetëm sytë e tu, se ndodhte me editarin kur ishte fëmijë. Që do thotë nuk është sekret ideja se editari nuk është sekret, nuk është se për sa kohë ke hedhur online është për sytë e gjithë botës. Atëherë të pengon kjo që ti të shprehesh lirisht apo ja? Po varet, sepse blogu shpeshherë shikohet edhe si një media personale dhe në këtë kuadër blogu të ndihmon të shprehesh lirisht, nuk të pengon. Ama në qoftë se është shumë personal, natyrisht nuk do shprehesh sikur do shprehesh në ditarin tënd personal. Janela, ç'është ty të merresh me blogje, po e quaj? Si erdhi, ç'a profesioni keni konkretisht? Unë jam juriste. Juriste. Angela është regjizore, po nuk e di se ç'bën tash. Ne s'ka rëndësi regjizore, se dim se kemi mbaruar bashkë. Kritika arti. Tani, ç'të shtyu ty të merresh me blogje? Ç'të shtyn akoma? Akoma. E para kam filluar me kohë që ti lexoj blogjet. Kryesisht se blogje ka të çdo, ka blogje elektronike, ka blogje politike. Po, gazetat kanë pasur më përpara, vazhdojnë të kenë. Është në fushën e, po themi, të modës, po ta kufizohet e moda do ishte shumë pak. Është në rastin konkret, përveç faktit që i ndiqja prej kohësh dhe kisha një dëshirë të brendshme që të shkruaj edhe unë, duke qenë që kam shkruar gjithë jetën, jo vetëm tekste juridike. Po. Është edhe duke qenë që unë bëj edhe një gjë tjetër që quhet konsulente imazhi. Është pjesë e faqes e webpage-it tim dhe që i jep faqes një lloj dinamike, sigurisht është një element marketingu. Pra, elementi marketingu të shtyë më shumë që të merresh me blogun? Jo, janë paralelisht të dyja, edhe dëshira për të shkruar, edhe për të paraqitur stilin personal, ose për të qenë një pjesë e rrjetit, është edhe një lloj dashurie për vetveten. Po nuk e pata, atë nuk e bën dot blogun. Po nuk kam dashuri shumë madhe për veten, por nuk kam bë blog. Do kam një të egzageruar dashuri për veten, të jeni të sigurta për këtë po. Tash është nga elementet, duhet të bashkohen shumë elementë që njeriu të bëjë një hap të tillë dhe thotë, "Ok, unë po dal online në rrjet kush mund ta shikojë çdo kush." Dhe të bëj komente çdo kush. Atë po mundohem mund të kuptoj pra, cila është arsyeja apo motivet që mund të shtyjë një individ të marrë pjesë, po them ose të krijojë një blog. Për ta shprehur mendimin e vet në mënyrë të lirë, në çfarë do lloj fushë që tjetë. Ndërkohë, Angela, unë kur komentova në fillim të programit, kur komentova dhe prezencën tënde në studio, thash, në Shqipëri, dhe unë të kam ndjekur her pas here, në Shqipëri ka shumë mungesë kritike arti. Dhe ne kemi diskutuar her pas here, paktën për sa i përket dhe fushës tonë të artit. Vjen shfaqje pafund, secili thonë bravo, shumë e bukur, se s'ka kritik arti fare, dhe të gjithë, po pa dhe dy miq bën reklam publicitet, apo dhe në fushën tuaj, po pa dhe dy miq thuhet filani është i mirë, filani është i keq, dhe të gjitha këto bëhen muhabete kafe. Dhe nuk ka asnjë reagim. Nuk ka njëri që thotë, o zotri, ky jurist është i mirë, ose kjo shfaqje është e mirë. Po marrim dy profesionet tuaja. Dhe unë e komentova pjesëmarrjen në blog, është një individ, pra ti personalisht, e cila mendon, ka një mendim të saj për çdo gjë, për çdo vepër. Tashti, jo çdo mendim pëlqejet, por ama hidhet në diskutim dhe diskutohet. Dhe është një formë kritike kjo gjë. Ndihmon blogu për të qenë vërtet kritik? Faktet kanë treguar, për ata që nuk e din, blogu im është një blog i cili referohet kritikës teatrit më së shumti. Po se ç'ke një kështu çup, se ç'ke një, se si e ke emrin? Mirë, një gjatë. Nuk po e thyrë, se si ka vënë një kështu me çmendurira. Edhe unë nisa si nevojë për të bërë kritik për teatrin. Siç e the edhe ti, vija re muhabete kafeneve, ama asnjëri nuk guxonte të shkruante në sy. Kur lexoja nëpër gazeta, lexoja atë mendimin e konsoliduar siç shkon gjithmonë nëpër gazeta, por asnjëherë gjëra nuk. Po njësoj copy paste nuk. Gjithandej është njësoj, rrallë ka ndonjë që jep mendimin ndryshe, për më tepër sepse media në një farë mënyrë është edhe inkuadruar në lidhjet e saj, dash biznesi, dash politikës etj. Por shumë vendosa të hap një hapësirë personale për të folur për teatrin, për të bërë kritik për teatrin, me argumenta profesionale, ama me një gjuhë të thjeshtë, që do të thotë kushdo që hynte në blog të kuptonte se çfarë ndodhte me një shfaqje, nëse ja vlente apo nuk ja vlente në gjykimin e tij shkonte tash. Edhe një që s'ka, po themi, lidhje me këtë profesion.
Po, kanë ndodhur edhe njerëz që nuk kanë lidhje me këtë profesion, kanë lexuar blogun, kanë parë shfaqjet, kanë thënë po kishte të drejtë, shfaqja ishte kështu. Ose kanë lexuar blogun pasi kanë parë shfaqjet dhe kanë reaguar, kanë thënë po ke të drejtë, shfaqja ishte kështu. Pyti Bruna, ka nga ata që kanë kundërshtu? Sa të dush? Sa të duash që kanë paru? Ka disa që kundërshtojnë, kanë pasur dhe debate, kryesisht debatet janë me të zotrit e shfaqjes, me krijuesi. E shajni kështu në blogje? Jo, nuk shaj, unë nuk shajnë për vete. Unë kur kalon të faza e sharjes, të voke unë që dorëzohem, që nuk është territori im. Nuk është, okej. Nuk është territori im. Ke pasur nga ata që kanë qenë pra grupe interesi, po e quaj unë. Grupe interesi, kryesisht grupet e interesit. Kryesisht grupet e interesit reagojnë. Ama ka një gjë shumë interesante, blogu është mbështetur nga ata njerëz të cilët për rrethana të caktuara nuk flasin dot. Dhe përsa ko profesionistët të cilët nuk flasin dot, e mbështesin blogun, do të thotë që blogu funksionon. Prandaj unë s'po e gjej veten dot e blogje se unë rri lap kam 2 orë program dispozicion me Brunën, me qetësorin, dhe kemi mundësinë e shprehurit, kemi mundësinë e thënit. Fatmirësisht në këtë televizion i themi troç gjërat, nuk na thot njëri jo pse the se kujdes se Rama kështu se Berisha ashtu, ose këto të tjerët, po them. Ndoshta prandaj unë nuk po e gjej veten nëpër blogje. I ndjek vërtet, po nuk ndoshta. Po ti shpreh, ti shpreh. Po edhe rrjetet sociale i kemi Angela, ku duhet shohim diferencën, sepse këtu janë më të sofistikuar. Edhe Jonelën po, e kam dhe më afër shishër zotit e dëgjoj më shumë. Atëherë pse pikërisht duhet të zgjedhim blogun për të pasur domethënë një mendim të lirshëm dhe jo për shembull rrjetet sociale, Facebook, Twitter, siç e bëjnë dhe kryeministri apo ministrat apo njerëzit mos harrojmë që blogu të paktën në rastin tim, në rastin konkret, vetë ti do ta kesh më duket. Është i lidhur edhe me rrjetet sociale. Domethënë botimi, po e quaj botim, publikimi i një shkrimi me foto. Një qëndrimi, një mendimi, një opinion. Bëhet paralelisht në rastin tim edhe në Facebook. E qartë, ndërkohë që ti e kalon atje dhe këtu i ke një kosisht. Do me thënë, sepse janë kanale të ndryshme, ka njerëz që funksionojnë duke u regjistruar të blogu dhe ju vjen me email lajmërimi në momentin që është bërë një publikim, ka njerëz që funksionojnë vetëm anë Facebook, ka njerëz që funksionojnë vetëm me foto, dhe duan vetëm Instagram. Po, Instagram. Ka dhe një ndryshim të madh midis Twitterit të lejon të shkruash 140 karaktere, Facebookut lejon të shkruash pak më shumë. Ti mund të shkruash, por nuk lexon njeri. Blogut lejon të shkruash, ta zgjerosh akoma më shumë mendimin, ama edhe në blog nuk mund të shkruash po aq gjatë sa të shkruan media e shkruar. Sepse njerëzit janë mësuar në web të lëvizin shpejt, ta kalojnë 3-4 gjurmët kryesore që ata duan të shohin, dhe nëse ti i bie gjatë, nuk i shkojnë në fundit. Ti je i sigurt që ke paragrafin 3-4. Është vetë ritmi i jetës sot dhe ritmi i informacionit. Lloj medias. Ai lloj media kërkon një lexim më të shpejtë. Blogu është një software i veçantë, çfarë është blogu? Është një platformë, jo një, ka disa platforma paralele që ofrohen nga ata kompani ndryshme dhe është një po themi template, thonë në gjuhën e IT-s. Tamam, një mini website. Ka, domethënë është si puna apps që i kenë në celular dhe aty e menaxhon vetë dhe ti mund të ato apps i themi aplikacioneve ne. Aplikacione. Të them për njerëz se jo të gjithë e marrin vesh, prandaj po them. Me, domethënë me elemente ndryshme që ti për të vënë foto, për të vënë foto. Edhe si puna e një website-i, siç tha Angela, një website i thjeshtë, në përdorim të thjeshtë. Dhe ndërkohë, këtë website arrin ta lidhësh me rrjetet sociale dhe t'jesh në rrjet, po themi automatikisht me rrjetet sociale, që ata të marrin informacionin, pra po themi friendsat, miqt tuaj, ose ndjekësit tuaj, mund t'i marrin të informacionin? Po, patjetër, janë të gjitha të lidhura bashkë. Ashtu funksionon për ndryshe. Si arrin të bësh sa më shumë miq që të ndjekin në blog? Kjo është nga pikat më vështira, sepse rrjeti sot e kësaj dite është i mbushur me blogera. Para 5-6 vjetësh, blogu ishte një fenomen shumë i ri. Sot e kësaj dite se kush mendon që mund të shkruajë diçka, gjë që nuk është e keqe, secili ka mendimin e vet, është i lirë ta shprehë, kjo është demokracia dhe hapje. Sigurisht, thjesht duhet bëjmë ca filtra se kemi budalliqe pafund. Kryesisht, sa më aktiv të jesh edhe në blogje të tjera, aq më shumë është më i madh është interaksioni. Domethënë, në momentin që ti je më shpesh që ti bën komente ja aktiv në blogje të tjera, ndihesh fushës tënde. Detyrojnë njerëzit, jo detyrojnë, po janë kurioz, se unë e bëj vetë këtë, që të klikojnë ty që po bën një koment. Dhe kështu po dhe mua që jam më aktiv, po themi, ose Bruno që është më aktive dhe mua që jam më pasiv.
nuk shkom menja me mdjek normalisht, se di që s'kam një gjë të re për të hedhur, po them. Si ai efekti domino në një farë mënyre. Po mirë, çfarë të tërheq më shumë ty tek blogu jot, për shembull tek blogu jot, dhe cili është thelbi i blogut tënd? Thelbi i blogut tim është shumë mix. Domethënë është një përzierje e stilit, e mendimit tim mbi modën dhe impaktit që ka moda dhe paraqitja në jetën e përditshme. Por janë dhe udhëtime, janë dhe kulinarike, domethënë histori. Foto aty, imazhe të rrugës. Çfarë lidhje ka moda, po themi moda me profesionin tënd juriste? Dhe me juriste. Se unë, po themi si Artion, do të ndjek Jonelën në blog. Çam duhet mu të marr një mendim për modën nga një juriste, po themi, ose një qëndrim për modën nga një juriste, kur marr e keqja më e madhe nga një modele. Po zgjedh keqen më të madhe, po marr mendim nga një modele. Modelet janë vetëm manekina që paraqiten. Dakor, po e zgjodha se janë mosha ime, domethënë, nuk përshtaten më shumë. Mos harrojmë që siç thash, unë nuk jam juriste, jam dhe konsulente imazhi. Dhe nuk po të pyes ty personalisht, dua të jap si shembull për njerëzit, sepse është absolutisht një tjetër këndvështrim. Nga ai që këndvështrim që ka një person që vjen nga moda, mbi modën. Një njeri që vjen nga një tjetër, në rastin konkret, mund të ishte edhe ekonomist, që vjen nga një tjetër grup profesioni, dhe sigurisht me një pasion shumë të madh për modën dhe stilin, sjell një tjetër këndvështrim, gjë që shikohet edhe në shkrimet e mia. Nuk janë absolutisht të lidhura vetëm me modën, janë futet histori, futet humor, nga një është një përzierje. E shihni ju, Angela, sa ndjek skeni? Shohem, unë kam pak që nuk kam hyrë në blog, kam qenë shumë e zënë, në fakt, dhe sezoni teatror nuk ishte filluar akoma, zi me vete. Blogu duke qenë një hapësirë e pavarur, lejon dhe njerëz cilët nuk janë specialistë të një fushë të japin mendimin e tyre të pavarur mbi të. Sigurisht, po thjesht, po them, unë nuk ta pyetjem pse duhet të ndjek. Njerëzit ndjekin sepse shikojnë një pjekur i mendimi, gjejnë veten në mendimin tonë, u pëlqen mënyra se argumenton, domethënë janë plus që tash është edhe ajo pavarësia, ti nuk je i futur në një kuadër të caktuar dhe njerëzit tonë foli kjo kështu se i përket këtij krau. Foli kështu sepse e ka mirë me atë. Duke qenë i pavarur, argumenti është i pavarur, mendimi është i pavarur dhe njerëzit e përqejnë pavarësinë e menduar. Ja, s'ka thënë ty që fole kështu se ke shok Artionin që ka vënë këtë shfaqje? Ja. Si jo? Ja. Nuk thonë, po... Ja. Falë, se ti që nget përjashtim nga rregulli atëherë. Ma kanë thënë në kafe, po nuk ma kanë thënë në blog. Të kanë thënë se një dy herë kam dëgjuar unë që... Ma kanë thënë në kafe, po jo në blog. Po ja fuskot Gentin, e ke mbështetur se e ke pasur në klasë dhe të pëlqeu shfaqja Gentit, po ja fuskot, Dhe këto reagime, i ke apo nuk i ke? I kam pasur në kafe, po jo në blog, po ka reagime tilla ka. Megjithatë unë argumenti në blog tregon që jo pse i kam miq, unë kam folur domosdoshmërisht mirë. Dhe jo pse nuk i njoh, kam folur domosdoshmërisht keq. Unë argumentoj me një shfaqje, nuk argumentoj me një individ. Në fundit, sepse njerëzit duan të shkojnë të shohin një shfaqje, nuk duan të dinë kush është Artioni, kush është Jonela. Dhe ky është edhe qëllimi i blogut me vetë, apo Bruna, më fal Bruna se vetë unë demrin. Megjithatë, unë doja të dija, ai ka arritur pritshmëritë, ku mendoni se mund të esni me këto blogje që keni hapur? Do të ketë një të ardhmë për shkak të Mira nuk ka fund. Faleminderit. Më fal, a kthehet në smundje kjo se unë shoh shumë njerëz të smur nga Facebooku, nga Instagrami, Instagrami shumë dhe më kollaj. Dhe bën vetëm foto, doli dhe ajo selfia me vete dhe po selfie tash. I shqipërojmë në gjërat. Po se më pëlqen mua të shqipëroj, dhe bëjnë këto selfit njerëzit, e kanë dhe kollaj. Tank, bën një me kë është, edhe e kanë kollaj. Sepse ka dhe diçka. Me këto selfit nuk ke nevojë as t'japësh në një mendim tënde, se që të formulosh një mendim, duhet kesh dhe që kapacitet. Duhet kesh pa kapacitet që të formulosh mendim. Dhe që duket sikur ky Instagrami është më i thjeshti për këtë gjë se foto. Po, e kanë tak edhe e ke. Dhe ka filluar bëhen të varur njerëzit, ore. Bëhen të varur, sidomos tani që ka hyrë smartphone-i në masë, në gjithë botën, nuk flasim vetëm për Shqipërinë. Është një varësi shumë e madhe. A bëhesh i varur nga blogu, pra të kaloj një ditë pa shkruar diçka, edhe pse mund të jesh bosh, po e quaj, në thonjza, do të shkruash dhe shkruan prapë diçka. Për të dyja e kam këtë pyetje. Të bëhet një lloj, po jo një varësi në atë kuptim, është një
në momentin që ti shikon që ke fansa, dhe të nga njërë më shkruan, nga shkruaj në gjë të bukur se ke kohë që nuk e shkruar. Blogera profesionist, që botojnë ditë për ditë diçka, ose 2 herë në ditë, kanë orë të caktuara dhe dihet që fansat në ato orë duan që të vi komenti ose mbi informacioni për katës. U personalisht nuk hyn në ato grup personash, por, jo, as me orar fikse, as me ditë fikse. Por vjen një moment, edhe mblidh edhe material. Mblidh edhe material të cilin, në një moment që ti unë kam një vit që bëj këtë, të vjen si nga brënda që duhet ta nxjerrësh në një story atë materialin që ke mbledhur. Po ju duhet shumë që të lexoni paraprakisht për të nxjerrë pak të një shkrim sa ju harxhon si kohë, nga eksperjenca. Ne kemi të ndryshme blogje, jemi ka dhe foto, dhe foto duan punën e tyre. Do më thënë, unë shpesher jam protagoniste vetë e fotove, ose foto në përudhtime, në përgjëra, unë do të bëj 20, 30, 40 foto derisa dali një e saktë. Do përzidhen. Do kryesisht në vrap më vijnë temat. Do më vi tema, do ta lidh një formë frymëzimi. Një frymëzimi. Po dhe foto e më. Unë e kam shumë të tjerë strukturë. Jemi të pjesa e frymëzimit. Sa i shihni këto blogjet e huaja, për shembull për modën ka sa e sa? Siguri, do më thonë, unë thash në fillim që unë kam filluar të ndjek blogjet që në fillimet e tyre, të fushës për kaca. Janë top 5 që quhen blogjet më të mira, më të famshme në botë, që kanë qenë dhe mbeten. Bruna, unë kam vetëm një pyetje. Po, vazhdo. Dhe pastaj kalon me një vazhdo zbraz arsenalin tënd dhe ka dhe qetësori që ka ngrejt dorën dhe do ty në studio se s'po duron dot aty jashtë. Tani, bloger është profesion? Është hobi, a qa është? E thash që do e bëja këtë pyetje që kur dolëm para publicitetit dhe tani ka njerëz që e shndrojnë nga hobi në profesion. Ka njerëz që e shndrojnë nga hobi në profesion. Mund të jetë fitim prurës, që të jetë profesion, mund të jetë fitim prurës. Mund të jetë fitim prurës. Mund të ketë media që të pikas, edhe të merr në punë, apo të vetën. Mund të bëhet blogu aq i famshëm sa ti të mund vendosësh reklama të cilat klikohen atë dhe të gjenerojë para. Këto janë mënyrat se si... Edhe në fushën e stilit të modës, ka bashkëpunime me shtëpitë e modës, me stilist. Do me thënë, një blogger i famshëm bashkëpunon me H&M. Të e kene gjuhë shqip në anglisht? Anglisht e gjermanisht. është në gjuhë të huaj, do më thënë. Unë i kam të, po. Në kam në 2 gjuhësh. Me shqiptarës si komunikon? Anglisht. Anglisht, fatë mirësisht qëtësori e kam mësuar anglisht dhe mund të komunikoj lirisht. Tani, ju konkretisht, keni vetë blogu juaj, ke arritur marrëveshje, apo e ke kthyer në profesion? Ja, koma nuk ka ardhur në këtë pikë. Po, si thash në fillim, blogu nuk është elementi kryesor i biznesit tim. Unë jam image consult, do të thënë konsulente imazhi. Blogu është paralelisht, nëse vjen një ditë nuk e thua jo, se kush e thoni jo. Nuk e thot njeri jo. Nuk përse e keni nisur me këtë ide që nuk e kam nisur me këtë ide, që mund të kem edhe unë ato fitimet e mia. Nuk e kam, por nëse vjen në njërë një bashkëpunim, nuk do ishte keq. Unë do i bëj një pyetje, Angela, në qoftë se ti shkruan për një shfaqje, po them unë, apo për një vepër tjetër, që vendoset të skrej një aktivitet, blogu jot bëhet shumë i famshëm, po themi, në të ardhmen, bëhet shumë i famshëm, shumë i ndjekur dhe me një reagim, dhe me një po themi, me një ngacmim, ka ngacmim, dhe mund sjellë reagim më pas blogu juaj. Nëse ty të vi unë dhe të them, Angela, atja po unë të janë 1 milion lekë, mos më qa kokën shumë, mos shkruj keq për mu, do e bosh? Do pse të cuq? Po se janë shumë pak 1 milion? Jo. Dhe më s'ka rëndësi se po themi në varësi dhe të blogu dhe të impaktit që ka blogu. Por nuk e bëj se është për teatrin, dhe unë teatrin e dua shumë për të bërë kompromisa. Po t'ishte në i fush tjetër, e bëja. Po t'i gocë, janë të e bo deputet e kryeministra... Unë budallaqe, ja. Po nuk janë në fushën që duan ata, prandaj, Angela, që të t'jesh bloger, duhet t'jesh budallaqe, duhet t'jesh palek. Ja. Unë nuk e bëj. Po si se bo në gocë? A ke kare mojt për të rritë? Po, kam. Po mirë, kompromiset edhe bënë do njerë. Më kanë thënë dhe për të shkruar në media, unë nuk dua të shkruaj në media. Nuk dua, sepse dua që mendimin të kem gjithmonë të pavarur.
nuk dua... Po shkrujte në media, Treqereku ose 90% e mediave në Shqipëri do thonë... ka unë se kjo shkruan me atë, se është me kraun e asaj, që paguhet nga ai, që... Po del bishti. Vetëm sa e lexon media në shkruar, e dallon se në këtë kuadër unë nuk kam pranuar dhe të shkruajnë media, kam pranuar më mirë të merret të blogun e vogël dhe të pavarur, pa buks. Pa buks, po që me kanë. Po që... Po, Jonela... Po që pasurohet. Jonel, nëse ty do të ofrojnë shkruash mirë apo jo mirë për një blog. Po erdhi dhe qetësori patjetër tash. Qetësor mund të çohet. Çfarë bani mirëni se ja keni kaluar. Ju mori malli ose uria për qetësorin se mua më mori. Gjithë bisedën me vëmendje të jashtëzakonshme Artion përveç pyetjes që ju lëshu, po një pyetje, do të përgjigje urgjent se kam një pyetje që ka lindur kështu. Se mbaj mend më gjatë, kështu që shpejt e shpejt. Jonela. Unë jam juriste, never say never. Po bukurit ti më bën një kontratë, po thuj unë të shkruaj këtë apo ashtu dhe. Marrë. Tash ne më dalloj. Kemi një juriste që never say never, kur mos thuaj kur, është never say never. Po, never say never. Se qetësori ka çik probleme. Po. Me anglishten, normalisht po. Dhe tjetrat butollaqe. Po fare. Sot never. Po si çfarë pyetje ti bëj unë kësaj apo nga ato pyetje tipike? Sa kohë në ditë të konsumon ushqim blogu? Për të shkruar si blogerëve, sa të merr në dispozicion? 1 orë, 2 orë, 5 orë, është punë impenjative apo shkruaj 2 rreshta dhe e kena mbyll? Këto kohët e fundit nuk kam shkruar. Kur kam qenë më aktive, ajo kryesisht ka qenë një nevojë e brendshme. Shija një shfaqje dhe kur e ke nevojë të brendshme, shkruan dhe për një çerekore. Nuk kena një detyrim kundrejt blogerëve që jo, nuk kam detyrim. Detyrim ti ke gjithmonë sepse u ka hapur një derë atyre njerëzve. Dhe për sa kohë ka hapur atë derën duhet t'i mbash të ushqyer. Po që zakonisht unë shkruaj pasion e sipër. Kur shkruaj pasion e sipër, një gjysmëore është koha më e madhe që mund të marri. Po për juve është e njëjta gjë, koha në dispozicion? Jo, më merr më shumë. Duke qenë që shtohen edhe foto, po nuk mund të them Arxhon kaq apo ai, sepse është për ndaj. Nuk e keni konsideruar ende një punë, po themi, po e konsideroni thjesht një formë nuk është 100%, absolutisht. Jo, sigurisht. Tani unë që një është impenjativ. E mund ta them, po nuk është impenjativ. Tani unë kam një pyetje tjetër. Unë nuk do doja që të merrja pjesë në një blog. Si mund të më mbështesh mendjen që të bëjem pjesëmarrje në një blog, të lexoj në blog, të bëhem aktiv, kritikoj? Si mund ta tërheqësh qetësorin? Cili është mekanizmi që mund të jetë i suksesshëm? Është si një gazetë, po ti hyrë shikoj një herë, mbase të pëlqen ndonjë gjë ngelesh. Ka dhe i problem. Nuk bëhet sugjes. Ja ti jap një shembull. Qofsh televizor, duhet ta ndezësh ndonjëherë. Pastaj thosh pëlqen apo s'pëlqen. Duhet ta ndezësh online. Okej, megjithëse që nga me të ndezur. Blogu është një gazetë elektronike. Një gazetë elektronike. Si rëmbeni ju ndjekësit tuaj? A keni një teknikë apo thjesht pasurimi i brendshëm me tekstin çerekorsh, gjysorsh, një orsh sa ju merr juve? Apo është tema ajo që do t'i lidhi njerëzit atje? Zakonisht janë shkrimet të cilat shkojnë progresion geometrik nga njëri tek tjetri. Shpeshherë ndodh që kur ti pëlqejnë shkrimet, njerëzit vetë i ndajnë, ata bëhen media jote, ata bëhen reklamimi jot. Edhe kjo është historia më e madhe në fakt që fiton një blog. Po, grejë, sa ka publiku tuaj atë mu? Nuk ka fitime financiare, dëgjova se. Po është një lloj marketingu, domethënë, vetëm ideja që ti është përndar miq pas miq. Natyrisht, është krijimi një imazhi, është një lloj reklamimi, natyrisht. Në farse, nuk do me thënë. Nuk ishte lekë që të morë vesh, nuk ka. Jo blogmen, nëse do të hapi blog tani. Si e kanë punën ta? Blogerët. Blogerët, duke si fjalë kështu sovarç. Është ti që ke 45 pasione, ha. Ju blogerët tani në vija të përgjithshme, pretendoni që aty tek blogu juaj të jenë një formë të shprehurit lirshëm të personit, megjithëse në këto mediat e tjera ka kontroll? Për atë blogu ka lindur. Ky që nga blogu, shprehje lire mendimeve. Po i censuroni në një për shembull, unë kam hasur që kam hasur. Shon Rosa për shembull. Fillon me Sara. Mundësinë e censurimit e ke. Në dorë vet. Ai censuroni ju? Varet se çfarë përgjigje shkruan njerëzit, po në përgjithësi një herë unë kisha shkruar mbi një ekspozitë që u hap në Frankfurt, edhe kisha shkruar dikush, mua më desh t'i lajmëroja zëdhënësin e shtypit të muzeut, sepse ishte një difamim. Difamim i thonë? Domethënë, dikush kam bërë përkthime për këtë ekspozitë, ishte një ekspozitë me artin afrikan, nuk më kam paguar, filan fisteku. Drejta dhe? Gjitha këto gjëra, unë sigurisht nuk e botova, sepse
Okej. Kjo ishte një lloj censure. Kjo ka ngri presionin. Dhe i lajmërova do të thonë se në shtypit i thash që shikoni, dhe ajo tha që ai ka shkruar edhe në blogje të tjera gjëra të tilla. Për shembull. Kështë lytë menë që i doshta po, ose kështë halë në vetë. Ndonjëherë voltoni dhe ju, Angela, për shembull nga ty kam parë që her pas here jenë ndonjëherë që shikoj se ato komente që ju i keni bërë, duhet lexoni. Unë e kam bërë sepse njerëzit kanë fyer njëri tjetrin. Blogu nuk është hapur atje që njerëzit fyen njëri tjetrin. Blogu është hapur për do një mendim, secili mendimin e tij, po jo për të kaluar në plane personale dhe unë jam e detyruar t'i mbroj kur individët fyhen nga të tjerët në gjëra të cilat sidomos kur është blogu jotë, se është. Sidomos për tepër kur është shtëpia jote edhe. Po, atëherë, në rastin e fyerjeve, cilat janë, po themi, shkaqet kryesorë që mund të shkaktojnë fyerje? Ju a i mendoni për shkaktuar që mund të shkaktojnë fyerje gjatë kohës që shkruani në blog? Mendoni që mund të ketë reagim me fyerje? E mendoni këtë gjë apo jo? Natyrisht. Se unë po të isha për të shprej lishës, s'do e kisha menu fare, unë, personalisht, ky është karakterim. S'do e mendoja fare se fyej njëri apo s'fyej njëri. Do jepja mendimin tim. Unë ruhem të mos cënoj individin dhe ruhem që të shkruaj me argument. Argumenti sido që tjetë, hap bazë diskutimi në bazë argumenti, por jo në bazën personale të një individi. Dhe unë përpiqem kur shkruaj të mos e fyej individin, sepse fundit individi s'ka asgjë. Po se flasim për një shfaqje, flasim për një shfaqje, nuk flasim për... Ka kapacitetin. Unë s'dua ta di në është i mençur, në është i bukur, në është i shëmtuar, në është unë, është ashtu. Unë shoh rezultatin final i cili është faqja. Nuk i ke këto element fare, nuk ndikojnë këto fare? Jo, nuk më ndikojnë. Si për shembull, unë që jam ylli bukur dhe ky që është i shëmtuar te Zoti, nuk ndikojmë të dy njësoj e ke reagimin ti? Ndrodhën e shfaqje më të mirë Artion, ç'a të bëj? Okej, na bëri qefin mua. Faleminderit. Tasëm çau. Ja, të bëri qefin ty. Taksyra do shkruaj mirë. Okej, po themi. Tani, për ta mbyllur se nuk kemi kohë dispozicion shumë. Për ta mbyllur, mendoni se blogu si frym po vazhdon dhe po ecën me ritme të shpejta apo është ka një ritëm gradual të tij? Edhe në gjithë botën, jo vetëm në Shqipëri. Unë them që ka rënë krahasuar me kohën që ka nisur dhe është normale. Ka një stagnacion. Do mbri fazën e vet stabiliteti, do dalë në një gjë tjetër. Do thjeshtohen gjërat. Duket të shngopur me këtë pjesë, themi. Po s'ka dhe mbi ngarkesë informacione më, kemi një mbi ngarkesë të ka një seleksionim natyral, ka edhe që zhduken. Mirë, normale, se funë e funit... Ka dhe rinj që rriten, ka dhe njerëz, ka 20 vjeçar që duan të shkruajnë, të rebelohen. Duan të shpërthejnë, ju që keni shpërthyt, është po themi. Ka një, vazhdon të lëviz. Nuk ka rëndësi mosha, po themi kohëzgjatja e shpërthimit. Vazhdon të lëviz, po nuk lëviz më si në fillim që ishte një risi edhe... E ti themi që ishte një konkurencë gazetave, tani s'është më konkurencë gazetarisë. Ajo është gjithmonë, për mua është gjithmonë konkurencë gazetarisë. Ka blogje që janë konkurencë gazetave. Për mua është gjithmonë konkurencë gazetarisë. Sepse është ajo që thanë vërtet vajzat, që shprehen mendimin të lirë, po. Angela, ju falenderoj shumë për prezencën në studio, falenderoj që ndatë mendimet dhe eksperiencën tuaj me ne dhe me gjithë shikuesit tanë, se ne për shikuesit ju të rritën, se pashu ju këshim taku në kafe bashkë. Ju falenderoj vërtet shumë dhe unë do mundojmë t'ju ndjek her pas here, sa më shumë ke mundësi. Opinionet kujdes, ne do të tregojmë të kujdesshëm në shkrimin e opinioneve, nuk do të jemi emocional, do të jemi sinqert. Jeni të sigurt, jeni të sigurt që do. Këtë jam qetësori, edhe. Po, do vendos mund vej foto, mund vej foto vetëm qetësori aty që të kuptohet. Se mund të thotë qetësori, po kush qetësor, thotë se ca e njohin për paqësor, ca për jetësor. Që nuk e din gjithë që e ka qetësor. Që mund po vendos fotografinë, jo në profil, në fakt do vendos shumë. Ja, ku ballore se profili ka shpifur fare. Faleminderit shumë, ju uroj t'ja kaloni sa më këndshëm. Ishte vërtet kënaqësi. Ka më për dalë këtu e? Vito, vëlla se kisha ngec kik të ati, kisha lidhë ditësën e kucës me ripin e sigurimit. Okej, hajde, kemi transmetim.